Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço tregon se kush rrezikon të goditet nga SPAK para zgjedhjeve. Ai deklaron se prokuroria nuk do të rrezikojë të shkojë te deputetët aktual, pasi ata kanë imunitet dhe hako procesi për heqjen e tij, por sipas tij nuk do të ketë mëshirë ndaj emrave pa mandat, efektivëve dhe grupeve kriminale që do të përfshihen në krime zgjedhore. Për dërgime kërkesash në kuvend për heqje imuniteti nuk besoj do ketë. Duhet një muaj procedurë, se do 2 javë ankimi i vet personit. Këta mund ta kenë llogaritur. Arrestime nga këta që nuk janë me mandat patjetër që do të ketë. Mund të ketë arrestim në flagrancë gjatë fushatës, por jo të këtyre me mandat, vetëm nëse ndodhi në kushtet e flagrancës, se në kushtet e flagrancës ta arreston direkt. Që janë punonjës policie, krimi organizuar nuk do ketë fare mëshirë, paralajmëron Karamuço. Ky i fundit tregon edhe se çfarë pajisjesh po përdor SPAK për të përgjuar të dyshuarit. Sipas tij, këto përgjyme shfrytëzohen nga SPAK që të sigurojë prova, për t'i paraqitur në gjykatë jo për ta dënuar, por për të forcuar idem për masën e sigurisë që duhet vendoset ndaj të pandeurit. Për këtë kanë bërë një sër veprimesh operative gjurmuese të vëzhgimit dhe marrjes së informacionit në rrugë operative, pastaj të vendosjes së teknikës së përgjimit, qoftë ambiental apo telefonik. Ka aparatura të teknologjisë që ne si institucione ja kemi lënë të dënuarve të përdorin telefonat. Nga ana tjetër, prokuroria ka vënë aparatin që këto t'i përgjojë çfarë po thuhet dhe çfarë urdhrash po japin jashtë. Mendoj që e njëjta teknikë është përdorur edhe në rastin e Erjon Veliajt, tregon Karamuço.